Surja Er-Rahman, Mekase, 78 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I gjithë mëshirshmi u a ka mësuar Kuranin robërve të tij. Ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë balancën për çdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithëra me gjethe e kërcenj dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu si vorba, ndërsa gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atij i përkasin edhe anijet që lundrojnë nëpër dete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atij i lutet gjithkush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë. Ai ushtron fuqinë e gjithëmbarshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barrët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijt e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flakë zjarri dhe tungj i shkrirë, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e kiametit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë ditë, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ja, ky është xhehenemi, të cilin e mohonin keqbërësit. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujë të valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet do të jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
Në ta do të ketë 2 burime që rrjedhin. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Dhe prej çdo fruti do të ketë nga 2 lloje. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi e frutat e 2 kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë virgjëresha sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz, as gjinde. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë si rubin dhe korale. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës? Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Nën këta 2 kopshte do të ketë edhe 2 kopshte të tjera. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë të stolisura me gjelbërim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Aty do të jenë 2 burime që gulfojnë. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë fruta, palma, hurmash dhe sheg. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Në to do të ketë bukuroshe virtytesh të mrekullueshme. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë hyri syzeza në përtenda. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ata do të rrinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Qoftë lartësuar emri i Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.